Betim Zeqiri, skenografi i shfaqjes, tregimi zoologjik. Të flasim pakës për idenë. Si të vjen ideja për një skenografi? Çfarë bën së pari? Së pari i bëjmë ato bisedat fillestare me regjisorin dhe i bashkojmë konceptet tona. Unë më tepër merret me aspektet hapësinore, ndërsa ai me ato të tjerat. Mendoj sikur regjisor ndoshta e ka barën më të madhe me siguri. Mirë po unë më tepër jam i fokusuar për sjelljen e atmosferave të ndryshme të cilët kanë të bëjnë në risjellje të ndonjë ngjarjeje apo ndonjë ndodhie e cila do ta kishte përkufizuar edhe më tej edhe në aspektin hapësinor ose të një atmosfere të caktuar këtë ngjarje. E si duket kur e sheh një shfaqje që luhet me skenografin tënde? Po, në fakt është shumë e rëndë sepse je subjektivisht i lidhur më tutje që nga konceptimi edhe nga zhvillimi të njëjtës shfaqje dhe asnjëherë nuk e dim në fakt se sa ja kemi arritur. Kjo gjë është pak e vështirë për ta pranuar, mirë po gjithmonë kemi kohë për të reflektuar, për të rikthyer, për të mësuar gjithmonë me siguri nga këto përvoja hapësinore. Si ishte ky vit në përgjithësi për ty, Betim? Me që jemi në fund vit. Po, ishte një vit i vështirë, sikur të gjitha të tjera që kemi thënë më herët, dhe kur kemi shpresë se do të bëhet më mirë dhe gjithmonë. Bëhet më keq? Jo, nuk bëhet më keq, po bëhet më e paharrueshme ndoshta, krijojnë kujtime të reja dhe kur reflektojmë për këtë gjë, ata na rimbushin pas edhe jetën me këto kujtime. Edhe shfaqja sonte ishte pak një lloj koncepti i tillë, domethënë nostalgjik. Po, nostalgjik ku të gjithë ne i gjejmë anët pozitive tona, anët negative tona dhe këta të ndeshura njëra me tjetrën, që e bën këtë shfaqje shumë aktuale edhe sot edhe pas shumë viteve pasi që është shkruar, në fakt. Të urojmë shumë suksese në vitin që vjen. Ta kesh të themi që ka qenë një vit i suksesshëm përgjithësi në profesionin tënd? Po, në përgjithësi, po. Atëherë të urojmë një vit të ngjajshëm edhe në vitin që vjen, edhe pse jo edhe më të suksesshëm. Faleminderit.